Jemi kthyer në studio. Ajo që më bëri përshtypje te gjitha fjalimet që kemi ndjekur deri tani dhe këshillat e dhëna nga specialistët është që aktiviteti fizik është i panegociueshëm. Dhe unë dua që ta përforcoj këtë edhe një herë, kështu që unë do doja këtë herë të ftoja sërish një instruktor, është Eriku këtë herë, Erik Birko, i cili si instruktor fitnessi që është ka përgatitur këshillat e veta për t'i ndarë me ne. Fjala është për ty, të ftoj në foltoren ton. Le të ndjekim Erikun. Kësuar vitin e ri, si çdo vit i ri, ne vejmë objektiva vetës e themi do fillojmë vitin e ri duke rregulluar dietën ose duke bërë ushtrime. Por gjithmonë diku në mes ndalojmë. Kështu që unë kam përgatitur disa këshilla të cilat janë shumë të thjeshta për të ndjekur, por janë shumë domethënëse për gjithë ne, për të na ndihmuar për të kuptuar i cikë se çfarë po ndodh. Kam shkruar të bëni të paktën 6000 hapa në ditë, që është limiti më i vogël për ne që të ushtrohemi. Doktorat do thonë 8000 me 9000 hapa është idealja jonë, por le të fillojmë në pak, sepse gjithë e nisim me shpejt, e nisim me vrullet, diku në mes ndalojmë. Pra, 6000 hapa si fillim. E dyta, injoro produktet që prandojmë humbje peshe të shpejt. Po dalin shumë receta, po dalin shumë dieta, shumë gjërat absurde që të premtojnë edhe humbje 10 kg për maksimum një javë. Janë thjesht marketing shumë agresiv. Ne duhet të nisim edhe të vazhdojmë diçka e cila do zgjasi për shumë kohë, edhe jo diku nga mesi. Ta ndalojmë edhe të rikthehemi prapë, të shtojmë peshën edhe mos bëjmë asnjë gjë. E treta, kuptohet që kaloritë përcaktojnë nëse do të shtosh ose humbasesh peshë. Koncepti shumë i thjeshtë, nëse ti konsumon më tepër se çfarë djeg, do shtosh peshë, nëse ti konsumon më pak se çfarë djeg, do biesh nga pesha. Kaq që thjesht nuk ka më tepër. Kombino stërvitjen me pesha për rezultate më të mira. Shumë fokusojmë vetëm tek lëvizja, por ushtrimet me pesha janë ato që na ruajnë muskulaturën edhe na ndihmojnë tek metabolizmi. Duhet të jetë një bashkëpunim midis ushqimeve edhe stërvitjes me pesha. Edhe aty duhet fusim edhe pjesën e fundit, merr kohë për një gjumë cilësor. Këto të treja duhet punojnë mirë me njëra tjetrën, sepse gjumi jo cilësor na nxjerr nga ritmi, na shton oreksin, na prish hormonet edhe na ndikon tek vendimet që ne marrim. Pra, kombinojeni edhe lëvizjen me peshë, edhe lëvizjen, edhe stërvitjen me peshat, edhe gjumin, bashkë që të keni rezultatet më të mira. Faleminderit Erik, shumë i qartë edhe shumë konkret, gjumi sërish shumë i rëndësishëm edhe për ty, siç edhe për Gjeni, gjithashtu është i panegociueshëm. Kohë e rikuperimit dhe gjumit është e panegociueshme. Nuk ka sistem në organizmin ton që funksionon më pas normalisht në mungesë të gjumit. Patjetër, gjumi tepër i rëndësishëm. Erik, më thuaj pak ato 6000 hapat në një distancë të njohur në Tiranë, më thuaj sa janë për shembull. Varet nga hapi që ka njerëz. Një mesatare. Unë do thoshe 20 minutë që do thoshe, 20 minutë jo, 20 minutë që është pak, faktikisht për afus. Unë gatrojmë. Mund të jenë edhe lëvizjet që bën ti në shtëpi, janë gjëra që tani gjitha llogaritën. Hapi do të thonë që ti bën, tani kemi edhe ato orat që na ndihmojnë. Janë shumë të sakta, kështu që llogaritën edhe hapat që bën jashtë dhe hapat që bën në shtëpi. Thjeshtërisht në lëvizje. Shumë vetë harrojmë edhe punët që bëjmë në shtëpi, themi nuk është punë fizike, është aktivitet fizik në nivel të ulët, por edhe ai është një lloj ndihme. Unë besoj që është mirë për të startuar, por gjysore një orë në ditë po. Edhe të planifikoj një gjysmore ecje të eci në këmbë, se kemi edhe këtë problem. Po kemi nevojë të dalim në natyrë dhe të lirojmë të hapim mushkrit, doktori këtu besoj do jetë dakord te kjo pjesa. Patjetër në natyrë është më mirë, po dhe kur s'kemi mundësi në natyrë edhe në qytet, të ecet në këmbë dhe të ngret makina, për lëvizje. Ecja në ajër të pastër është më patjetër që është më rekomanduar, sepse është edhe efikasitetin e ka më të lartë normalisht. Paktën 30 minuta në ditë është e nevojshme. E qartë. Një këshill ndoshta edhe për shëndetin psikologjik do ishte pasja edhe një kafshë shtëpiake. Për shembull, unë kam dy qenusha që dua 2-3 herë në ditë duhet t'i nxjerr shëtitje, për fat mirë e kam shtëpinë afër zoologjiku dhe liçenin e kemi të përditshëm. Kështu që edhe ajo është një formë fantastike për absolutisht një ide shumë e mirë, një sugjerim shumë i mirë të gjitha këto që thatë ju e sot, po problemi është te motivimi, se dëshirë kemi shumë, për të përmirësuar gjërat, për të ndryshuar zakonet tona. Po ku ta gjejmë ato vullnetin, i cili duket sikur drejtohet nga motivimi apo jo, nga fuqia e motivimit. Ku ta gjejmë motivimin? Do doja të ftoja Bona Mjekni, cilat janë këshillat e tua si një life coach për motivimin dhe në përgjithësi për një startim të mbar dhe për të përmirësuar jetën tonë. Le të ndjekim Bonën. A dini ju që trupi juaj është shtëpia juaj e parë?
Nuk ka rëndësi se ku ti je sot, nëse je e lodhur, e stresuar, ose dhe e shpërqendruar. Brenda teje ka një version më të fortë, më të qetë dhe më të gjallë që pret vetëm një gjë që ti të fillosh të kujdesesh për veten tënde. Jo nesër, jo kur të kesh më shumë kohë, por sot. Dhe në fakt, unë sot dua të ndaj me ju disa hapa të thjeshta, por që janë jashtëzakonisht të fuqishme. Pika e parë, pi mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Pika e dytë, bëj aktivitet fizik çdo ditë, edhe 15 deri në 20 minuta mjaftojnë. Flish 7 deri në 8 orë gjumë, pra gjumë cilësor. Ushqeu sa më natyrshëm dhe me balancë dhe kujdesu për shëndetin mendor dhe shmang burimet e stresit. Gona, këto ishin këshillat e tua që erdhën si një përmbledhje dhe një e gjithçka që ne tham, sepse praktikisht ndryshimi i jetës son bazohet pikërisht në këto gjëra. Po ku ta gjej motivim? Më thuaj pak si ne duhet të motivohemi. fillojmë të kuptojmë të duam veten tonë. Shpeshherë ne si njerëz pra urgjencat e përditshmërisë, përgjegjësitë që ne kemi për familjen tonë, për punën, shpeshherë ne harrojmë veten. Edhe unë këtu flas për nënat, për gratë, për gjithë ne. Kështu që kur ne fillojmë ta drejtojmë pak timonin e jetës, duke kuptuar vlerën që ne kemi dhe kujdesin që ne duhet kemi për veten tonë, ne do dimë kujdesemi edhe për familjen tonë. Po 2-3 këshilla të vogla në lidhje me motivimin, nuk mi the konkrete. Si? Praktikojmë. Pra të jemi mirënjohës, falenderues në jetën tonë. Pra të shkruajmë një ditar mirënjohje. Është shumë e rëndësishme. Diçka tjetër është të jemi me njerëz që na inkurajojnë edhe që na... Pra të zgjedhim njerëz që na frymëzojnë, janë pozitiv në raport me ne. Është shumë e vërtet. Edhe treta është normalisht që të kuptojmë që ndryshimi fillon nga konsistenca. Pra ju vetëm nuk motivimi sot është nesër s'është, por ajo që ndryshon jetën tona është konsistenca e përditshme. Vullneti. E bukur ka, motivimi sot është nesër s'është, jo gjithmonë jemi të motivuar. Shumë e vërtet. Fuqia qëndron pikërisht aty që të vazhdosh të bësh punën tënde, planin tënd, detyrën që ke caktuar vetes, edhe pa qenë i motivuar, ama në emër të vullnetit dhe të një objektivi shumë të madhor që ti ke për jetën tënde. Një urim të fundit, çfarë do t'i bëni tani edhe për teleshikuesit që na ndjekin në këtë moment? Unë uroj shëndet për gjithë dhe sidomos kujdes për zemrën, kontrolle periodike. Martina? Uroj që të jetë një vit sa më i mbar për gjithë dhe me sa më shumë zgjedhje të zgjuara. Gjinis? Atëherë unë do i thoja të gjithëve, mbroni mendjen, lëvizni trupin dhe zgjidhni çdo ditë të jetoni si dikush që e meriton të dihet mirë sepse ju e meritoni. Rudina? Një 2026 sa më të bukur uroj të gjithëve dhe një këshill nga ana ime të kujdesen për mendjen ashtu siç kujdesen për trupin e tyre. Erik? I uroj shëndetin edhe mbi të gjitha të kujdesen në zgjedhjet që bëjnë për jetën e tyre sepse shëndeti është gjë më e rëndësishme për ta. E fundit, unë mendoj që të kujdesemi për trupin, mendjen dhe shpirtin, mos harrojmë dhe Për të shpirtin. gjitha bashkë. Por edhe njërë për ta përforcuar, shëndeti është i pari, është ai nishi që jep vlerë të gjitha zerove që mund të vazhdojmë brapa. Pa shëndetin asgjë tjetër s'ka vlerë. Kështu që fokusoni tek shëndeti këtë vit, të tjerat vinë më pas. Të gjitha të mirat në momentin që je mirë fizikisht, bëhen shumë të arritshme dhe shumë të lehta. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi e pata, ju uroj një vit të mbar të gjithëve. Do të jemi përgjatë gjithë këtij viti sërish me njëri tjetrin në këto tema të bukura. Ne do të ndajemi këtu të dashur.